Kryeministri Mickovski bëri thirrje prokurisë publike të nisë hetim lidhur me pretendimet e kardiokirurgut Zhan Mitrev se gjatë pandemisë Venko Filipçe bashkë me Zoran Zaev kanë tentuar t'ia marrin spitalin. Mickovski shprehu dyshime edhe për ish-presidentin Stevo Pendarovski. Вие знаете се уште тие законски уредби и одлуки на Пендаровски Стево во тој период стојат непоминати во собранието. Треба да видиме и собранието да се произнесе во периодот што следи што со тоа. Дали можеби има и одговорност тука од страна на поранешниот председател Пендаровски Стево и пред законите и пред уставот, затоа што постојат основани сомневања дека голем дел од тие одлуки се испротивни на закон и испротивни на устав. Така што јас ќе чекам да видам обвинителството дали ќе постапува по допрен глас. Истото reagoi në Facebook ish-presidenti Stevo Pendarovski, i cili u shpreh se edhe pse nuk kishte ndërmend t'i përgjigjej Mickovskit për t'i mbuluar, siç thot ai, rezultatet katastrofale, megjithatë sqaroi se gjykata kushtetuese më shumë se 5 vjet më parë kishte konfirmuar se vendimet për gjënjet e jashtëzakonshme ishin në përputhje me kushtetutën dhe ligjet. Dispozitat me fuqi ligjore i miratonte dhe i zbatonte qeveria. Nëse aty ka pasur keqpërdorime, institucionet shtetërore që tani janë nën kontroll total të Mickovskit mund të verifikojnë kur të duan, nëse duan. Unë kam të qartë se ky shpjegim nuk do ta ndaloj Mickovskin që të vazhdoj pa bazë të akuzoj dhe të shpif, sepse për fat të keq, kjo është mënyra e vetme me të cilën ai është mësuar të qeverisë. Nga LSDM, përmes një njoftimi thonë se kryetari i tyre Venko Filipçe është cak i gënjeshtrave dhe trillimeve nga VMRO DPMN me qëllim që të shpërqendrohet opinioni nga problemet në vend. Filipçe dje paralajmëroi padi ndaj partisë. ВМРО помина секоја граница, а ја преку ова нема помина. Ова не е политика. И веројатно веќе дефинитивно во Македонија на сите им е јасно што прават. Нема одговор на вистинските прашања за дупката во буџетот од 2 милиарди евра. За тоа што нема пари да се зголемат платите и пензиите. За мигрантите. За црниот капитал преку Алта банка. За корумпираните постапки тендерски на секаде во државата. За тоа што исплаќаат луѓе да ги поддржуваат. Këto reagime të ashpra politike vijnë pasi ditëve të fundit Zhan Mitrev në një intervistë televizive deklaroi se gjatë krizës me koronavirusin kishte presione nga Zaev dhe Filipçe që t'ua dorëzonte spitalin.